është e vështirë të flasësh për veten, por ne duam të dimë gjithçka për konkurrentët tona. Le të ndjekim disa rrëfime jetësore të tyre. Jam Greta Kazazi, lindur e rritur në Itali. Kam ardhur në Shqipëri posaçërisht për Miss Universe Albania. Familja ime përbëhet nga 4 pjesëtar: mami, babi, motra dhe unë. Kam një motër më të vogël, 17 vjeç, ajo është shpirti im. Babi është çdo gjë për mua. Edhe shpresoj një ditë të kem pranë një mashkull siç ai është, se ka bërë çdo gjë të mundur për ne goca. Jam rritur me mami, sepse babi punonte me orë të tëra. Pas disa vitesh erdhi në jetë në vila, motra ime. U bëra edhe një nën të dytë për atë, sepse prindrit punonin shumë normalisht edhe duhet ta mbaja unë. Në vilën mbaj mend momente shumë të bukura, sepse e ndroja, e vishja, e çoja në kopësht në shkollë. Unë isha fëmijë për vete, por u detyrova edhe jam shumë krenare, me gjithë zemër e kam bërë, sepse më ka bërë nën më para se ç'duhet, por jam shumë e lumtur për këtë gjë. Në vila përkujdeset edhe ajo shumë për mua. Çdo herë më pyet: "Greu, bëre gati, bëre këtë?" Në çdo sfilat, në çdo kompeticion që kam qenë, ajo për kraje më merr çdo 5 minuta: "A u bëre gati? A shkoi mirë? A bëre fotot? A bëre..." Edhe unë ndihem shumë mirë kur ajo më jep të inkurajim. Në këtë rast, duhet të them shumë faleminderit Nevi, tuçja ime, motra vdes për ty, edhe të dua fort, gjithë jetën, jemi të pandara. Gjithë kjo lumturi, familje bukur e gëzuar, për një gjë ka patur që mua më ka prekë shumë. Mami në disa momente nuk ka qenë shumë mirë. 15 vjeç kuptova se çfarë është jeta, çfarë sfidash na vijnë çdo ditë. Kur kemi marrë vesh që mami nuk ka qenë mirë me shëndetin, kisha shumë frikë të humbja një prind, sidomos nënën që na ka bërë edhe është gjë më e rëndësishme në botë. Edhe falenderoj për çdo gjë. Shumë e vështirë ti tregosh një disa emocione. Kemi kaluar shumë momente të vështira, sidomos kur mami ishte në spital 1 muaj, edhe normal unë fëmijë duhet merrja trenin sepse babi qillonte edhe në punë, edhe nuk kishte mundësi. Duhet merrja trenin vetëm gjysore, edhe pastaj në këmbë një pjesë tjetër për të arritur atje. Edhe ky udhëtimi ishte për mua infinit, me zi prisje të shkoja, të takoja, të shifja. Se arria në spital, i rria pranë, nuk e ipja vetën sepse doja që ajo të ndinte keq. Momentet vështira në spital, por në familje ja kemi kaluar së bashku, sepse kemi qenë gjithmonë shumë të përkra njëri tjetrin, edhe ja kemi kaluar këto momente. Në të tilla raste kuptohet vërtet vlera e familjes. Babi çdo herë, si dhe mami, më kanë shtyrë, më kanë suportuar për çdo shpenzim që mund kemi patur. Mbarova studimet e mia të larta në ekonomik, digën që doja vetë, edhe momentalisht punoj te një zyrë kontabël. Për mua është një sukses. Në jetë nuk duhet vetëm bukuria, por edhe të jemi të zonjat vetes, të punojmë fort. Një gjë e rëndësishme në familjen tënë ka qenë gjua shqipe, edhe tradita që si kemi humbas kurrë, sepse babi ka qenë një partizan që të flasim shqip, mos ta harrojmë traditën tonë, në shkollë, në punë, kudo që kam vajtur, se kam fshehur kurrë që jam shqiptare. Biles jam krenare që jam shqiptare. Lidhjen me Shqipërinë e kemi mbajtur gjithmonë.
sepse normalisht është vendi jonë edhe ku ka si vendi ytë. Edhe se kam lindur në Itali, prapë si prapë unë me gjithë shpirt e zemër, jam shqiptare. Vini me prindrit në Shqipëri edhe kur s'kemi patur ekonomikisht gjendjen të mirë, por ja kemi dalur gjithmonë për të përshëndetur familjarët, gjyshrit, të gjithë, se na merr malli normalisht. Por a dini çfarë më mungon më shumë nga Shqipëria mua? Dasmët, si çdo emigranti. Çdo herë që vim këtu, vim sepse mblidhemi, edhe dasma është një gëzim i madh për ne. Sidomos dasmët, Shqipëria mesme, vdes. Televizioni shqiptar, bota spektaklit edhe të artit, në Shqipëri më ka tërhequr shumë, edhe e kam patur në mend shumë vite, e kam parë shumë Miss Universe Albania, edhe ka qenë një ëndër e imja që të shqipor realizohet. Fal mamit, sepse ajo ka qenë krau im i djathtë, edhe më ka suportu gjithmonë, më ka dhënë atë shtyrjen, shko Greta, provo. Prandaj, mami, ja ku jam, faleminderit që më shtyte të vi deri këtu, sepse pa forcën tënde, unë nuk do isha kjo që jam sot, edhe të dua shumë, pa mas, je jeta ime. Ti, babi, Nevila edhe gjyshët janë për mua forca më e madhe. Ju dua. Duhet ta përdor këtë eksperiencë në Miss për të arritur sa më shumë, mbase mund të jetë një trampolin i fortë për jetën time, për fotomodelingun. Këto ishin emocionet që ju rrëfyem sot. Do të shihemi përsëri nesër në MCN Televizion. Nga Grand Lufafa Resort, mirëpafshim.